Të nderuar shikues, ndodhemi në sheshin Shadrvan ku sot do të realizojmë intervistë me kryetarin aktual të Prizrenit dhe kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotëri Shoqir Totajn, i cili por i kandidon edhe për një mandat të radhës në krye të qeverisjes me Prizrenin. Zotëri Totajn, si për ju shkon fushata? Pas pari për të falenderoj për mundësinë që më jep një drejtu audiencës. Fushata po shkon relativisht mirë po unë e konsideroj që fushata më e mirë në fakt është performanca të cilën ne kemi bërë gjatë 4 vite qeverisje, për shkak se ajo e legjitimon konceptin e punës përmes realizimit shumë projekteve, kështu që tash në fushat nuk na duhet shumë punë, na duhet më përkujtu qytetarëve punë që kemi bërë, edhe mbi bazën atyre punëve ndërtohet kredibiliteti për të kërkuar edhe një besim për një mandat tjetër. Cilat janë ato projekte cilat do t'i veçoni dhe mendoni se janë kryer kryekput në bazë të interesave që kanë edhe qytetarët? Qeverisja lokale në Prizren në këtë mandat i cili është para përfundimit, nga premtimet e dhëna në vitin 2021, ne kemi realizuar diku 2/3 që janë 50 projekte. Mirë, po ne kemi përfunduar edhe një 150 projekte tjera më të vogla, në ndërkohë të cilat nuk i kemi ditë se ato nevoja ekzistojnë, mirë po të ju falenderu bashkëpunimit mirë me qytetarë, me komunitete, me OJC, me media, e kemi identifiku ato nevoja, edhe kemi pa që na kemi mundësi me realizu ato, edhe kemi realizu. Nga këto projektet më të mëdha po e përmeni deblokimin e rrugës tranzitit, më në fund edhe shtyllën e Hoxhëm, edhe po ashtu renovimin komplet të sheshit të Shadrvanit, ku përfshihen edhe punë nëntoksore, domethënë rregullimi i kanalizimit për ujin e zeza, rregullimi i rrjetit për ujë të pijes, futja e kabllove që kanë qenë si marimang për një Shadrvan në tokë, si dhe riradhitja apo rregullimi i kaldërmit që në një farë mënyrë ja ka shtu një vlerë shtesë këtij sharmi të Prizrenit, që Prizreni e ka natyrshëm. Pastaj rregullimi i trotuareve, pastaj rregullimi i sheshit të Bashdahanës, ku e kemi rënë ndërtesën e ndërmarrjes tregtare Liria, e kemi vendosur vrapusën e Prizrenit, pastaj renovimi komplet i qendrës sportive, renovimi komplet i shtëpisë së kulturës, rifunksionalizimi i shtëpisë së kulturës në Zhurë, ndërtimi i shtëpisë së kulturës në Hoxh të qytetit, ndërtimi i stadiumit të futbollit në Has, po i përmeni këto që lidhen me sport edhe me kulturë, edhe infrastrukturë. Sepse janë infrastrukturore, po pak janë preferencë imja personale, edhe shumë punë të tjera, të cilat janë pak më të vogla, rregullimi shumë rrugëve, rrugicave, e kështu me radhë që e kanë kompletu atë mozaikun që e definon një performancë relativisht mirë gjatë këtyre 4 viteve të kaluara. Cila është oferta që tani po au paraqisin qytetarëve për të rifituar prap besimin për të qenë i pari i kombit? Tash mbi bazën e punëve të mira që janë kryer gjatë këtij mandati, edhe kanë kontribuar që më rrit kredibiliteti edhe besueshmëria në qeverinë lokale, ne natyrisht ato projekte të cilat nuk kemi arritur të përfundojmë gjatë këtij mandati, për arsye të mungesës së kohës edhe për arsye të mungesës buxhetit, tani do të vazhdojmë me ato projekte, po i kemi edhe 2-3 projekte të reja që janë pak më të mëdha. Po e përmeni se jemi në proces të marrjes së lejes për teleferikun në Kala. Një projekt i premtuar një kohë gjatë, po si duket tash i ka ardhur fundi, edhe do të përfundon në mandatin e ardhshëm. Pastaj adresimi i çështjes së parkingjeve, me rritjen e numrit të madh të turistëve, për shkak të traditës që ka Prizreni, për shkak kulturës që ka Prizreni, por një pjesë edhe për shkak punëve të mira që ka bërë qeverisja lokale, është rritë dhe numri i vizitorëve, edhe kjo ka shkaktuar nevojë hala më të madhe për parkingje, kurse ne s'kemi arritur të adresojmë çështjen e parkingjeve në mandatin e parë, prandaj tash kemi 3 projekte konkrete për të adresuar këtë çështje. Njëri është ndërtesa e komunës të shtëpia e bardha, është e quajtur, ku do të ndërtohet një parking nëntoksor -1 edhe -2 kat. Aty ka qenë planifikuar të ndërtohet një ndërtesë P+1 me një galeri të arteve në katin e parë, kurse në katin përdes hapësina për OJC që kultivojnë apo promovojnë aktivitetet kreative
edhe shoqata të cilat krijojnë parakushte për një aktivitet të grave, të teknologjisë informative, e kështu me radhë, mirë po, për shkak të reagimit të komunitetit, jemi tërheq nga e plan, po bëjmë revidimin e planit dhe aty do t'jetë vetëm një parking nëntoksor, -1 dhe -2, me diku rreth 200-250 parkingje. Lokacioni tjetër do t'jetë karshi qendrës sportive të një sipërfaqe e cila i ka rreth 2 hektar. Gjysma e sipërfaqes do t'jetë për ndërtesën e re të komunës, kurse gjysma tjetër do t'jetë për parkingun nën-toksor dhe mbi-toksor, ku parashikohet diku 500-600 parkingje. Edhe në këtë mënyrë, përveç që e zbusim nevojën për parkingje, japim një kontribut edhe për zhvillim të turizmit, sepse shumë turist nga rajoni, kur kanë parking, ma letë e vendosin barën Prizren, edhe qëndrojnë një ku pak ma gjatë. Përveç kësaj, e përmendet pak edhe si problematik cilën e ka ngritur edhe qytetarët vazhdimisht çështjen e parkingjeve. Cilat janë ato kërkesat që ju keni pasur kontakt vazhdueshëm me qytetarët? Cilat janë ato kërkesat që Shaqir Totaj do të mund t'ua plotësoj qytetarëve në mandatin e ri rrasë zgjedhjeve? Është një kërkesë specifike, Ujë ka bazike, ujë, po. Ujë nuk është kompetencë e komunës, duhet ta dinë qytetarët. Komuna jep fonde të veta nga buxheti i vet për shtimin e kapacitetit të ujit. Definitivisht po, edhe ne kemi obligim të askerojmë qytetarëve se ndërmarrja publike hidroregioni që nuk menaxhohet nga komuna e bën furnizimin me ujë të pijes. Mirë po, edhe pse na s'kemi kompetenca direkte. Megjithatë qytetarët janë tonë, janë të Prizrenit, edhe ne nuk mund të qëndrojmë indiferent. Prandaj, edhe gjatë këtij mandati kemi investuar diku rreth 5 milion euro, edhe kemi bën përmirësim të furnizimit me ujë në disa lokacione, po akoma ka nevojë, sepse profesionistat e hidroregionit në kontakte direkte na kanë thënë se ka humbje teknike, ka edhe humbje komerciale. Humbjet komerciale janë kyçet ilegale, që shfrytëzohet uji dhe nuk paguhet, kurse humbjet teknike janë rrjeti i vjetruar edhe dalja e ujit nga rrjet, edhe humbet faktikisht një pjesë e ujit e cila as nuk mund faktorohet e lemo të inkasohet. Prandaj ne kemi obligim jo vetëm ligjor, por edhe moral ndaj qytetarëve të mirëmi në këtë çështje. E kemi diskutuar këtë projekt edhe një projekt tjetër për ndërtimin e kolektorit të ujave të zeza për gjysmën e qytetit të Prizrenit me Agjencionin Zhvillimor Francez. Edhe ata janë pajtuar për shkak se këto dy projekte i takojnë sferës së ambientit dhe ata e kanë si prioritet ambientin, janë pajtuar me na përkrah me një vlerë prej deri 25 milion euro. Mirë po, për shkak të sankcioneve ekonomike të imponuara nga Bashkia Evropiane, ato bisedime kanë ngecë, edhe ky do të jetë projekt serioz, pastaj ka shumë kërkesa edhe nevoja të tjera të cilat janë kështu pak më të vogla. Për shembull, na kemi plan që disa rrugica të lagjës Kurilla t'i shtrojmë me kaldër. Sheshin e lidhjes, domethënë nga ura e ashtueshurtore Këforit deri te ajo ura tjetër të bëjmë prapë me kaldër, edhe përmes kaldërmit të bëjmë një ndërlidhje të sheshit të Shëndervanit me sheshin e lidhjes Prizrenit deri te lagja Kurilla. Ky do të jetë një kontribut edhe për zhvillim turizmit, sepse ja shton charmin qytetit të Prizrenit. Kemi plane që kabullat e rrymës elektrike të futen në tokë në unazën e qytetit, domethënë këtë rrethin e parë. Nuk kemi plan konkret, por kemi ide për një rrugë të tranzitit, e cili shkon nga lagja Arbana deri te rrethi i Hoçës në rrugën Prizren-Zhurë. Është një projekt më i kushtueshëm, mirë po, në momentin kur do ta kemi një qeveri më bashkëpunuese, do të kemi qasje në fonde ndërkombëtare, nuk e parashtoj mundësinë që edhe asaj rrugë të hyjmë në mënyrë që të krijojmë një unazë më të gjanë, e cila fillon nga Dardania, përmes Arbanës del në lagjen të rrethi i Hoçës, që do ta lehtësonte dukshëm lëvizjen edhe qarkullimin e qytetarëve, po do të shndrohej edhe në zonë për ndërtime, për zhvillim ekonomik, ashtu siç është bërë rruga tranzitit ri pas deblokimit që kemi bërë në fillim të mandatit. Bujqësia, i keni rritur subvencionet, shumica e fermerëve janë të kënaqur pas që ata pajisen me mekanizma ndryshëm bujqësor dhe të nevojshëm për ta. Çfarë keni në plan tash?
ti ndihmoni që të fuqizohen më tepër? Fatmirësisht e kemi një drejtor shumë profesional, edhe shumë të kujdesshëm, edhe përmes tij në kontakt me bujqit e kemi identifikuar nevojat. Gjitha ato projekte që ne kemi realizuar gjatë këtij mandati do të vazhdojnë me një dallim që do të rritet subvencionimi për to, po ne kemi pas oferta nga investitor të jashtëm për të investuar në një sistem më efektiv të ujitjes. Por për shkak të mungesës së garancioneve nga ana e qeverisë, nuk kemi mund të realizojmë ato. Unë besoj që do të kemi lëvizje pozitive në nivel të qeverisë së vendit, edhe pastaj në bashkëpunim me ta do të arrijmë të kontribuojmë për me ndërtuar një sistem të ujitjes i cili pastaj mundson rritjen e rendimentit. Përndryshe subvencionet për bujqësi vitin e ardhshëm do të rriten, sepse shuma e përgjithshme e subvencioneve është rrit në diku në 5 milionë e gjys, po ashtu në kontakt me bujqit, ata na njoftojnë neve se për shkak kanë nevojë. Edhe ne natyrisht i përkrahim edhe me makina bujqësore, e kemi në listë të kritereve që duhet plotësohet, e kemi përkrah edhe në shumë projekte tjera, të cilat definitivisht e kanë krijuar një kënaqësi nga ana e komunitetit të fermerëve për mënyrën se si funksionon qeverisja lokale në prezent deri më tani. Arsimi kryetar. Në disa lokalitete, në disa lagje keni realizuar projekte që kanë përmirësuar dukshëm infrastrukturën dhe janë krijuar kushte shumë më të vëlidshme për procese sa më të mirëfillta edukative arsimore. Dhe cilat janë planet për këtë sektor të rëndësishëm, në rast se pra po përmendi, vazhdoni të jeni në krye të komunës së Prizrenit, dhe a do të ketë depolitizim të arsimit? Po shikoni çështja e arsimit, kurikula, programet, ato rregullohen nga ana e Ministrisë së Arsimit. Mirë, po pjesa e kompetencave që i takon komunës, ne vazhdimisht jemi marrë me atë çështje, edhe kemi dhënë një kontribut tonë, e dini që është ndërtuar një shkollë e re, e cila ka edhe pak punë, mirë po ajo ka filluar, domethënë procesi mësimor aty, me fondet Bashkisë Evropiane, po në bashkëpunim me komunën. Shkolla Lagjën Dardani. Po, patjetër, pastaj i kemi renovuar disa shkolla. I kemi ndërtuar disa salla të edukatës fizike në përfshatme. I kemi ndërtuar disa terene për futboll dhe për shkolla të ndryshme. Ajo që është shumë e rëndësishme, e kemi rrit numrin e bursave për student, edhe kemi rrit vlerën e bursës çdo vit për student, edhe kjo do të ndodhë. Në disa shkolla kemi institucione parashkollore, edhe kemi plane tjera, i kemi hap disa qerdhe, edhe kemi plane tjera që disa qerdhe janë veç në pritje. Për Lagjën Arbana kemi marrë miratimin nga ana AKP-s për shpronësimin e lokacionit, edhe aty do të kemi një qerdhe të re, një qerdhe është veç në ndërtim në Dardani, një qerdhe është në ndërtim në Tusus, edhe do të vazhdojmë më tutje me kontributin tonë për me kriju infrastrukturë e cila mundson një mësimdhënie dhe mësimnxënie më të madhe. Çështja e depolitizimit të arsimit është një temë e cila është aktuale non-stop. Mirë po aty më thonë se përsa i përket vlerësimit mbi bazat e legjislacionit aktual. Ne jemi mundu edhe besoj që ja kemi dalë që asnjë veprim të mos jetë jashtë kontekstit ligjor. Mirë po shpesh këtu jipen komente të ndryshme, po sa i përket aspektit ligjor, konsideroj që çdo gjë ka qenë në rregull, edhe pse çështja e menaxhimit kualitativ të resurseve humane është një parakusht shumë i rëndësishëm që procesi mësimor të jetë më i suksesshëm edhe më frytëdhënës, edhe nxënësat pastaj që dalin më profesionista, që të japin një kontribut më serioz, edhe me një farë mënyre të parandalojmë edhe ikjen e rinisë nga Kosova, sepse e kemi një trend i cili nuk është për të krenu. Shqetësues. Turizmi kryetar, një nga potencialet më të mëdha që ka Prizreni për të fuqizuar, për të zhvilluar ekonomikisht. Keni përmendur premtuar teleferiku më në fund. Pritet të bëhet apo jo? Po çfarë tjetër mendoni për Prizrenin sa përket këtij sektori? Ka shumë vizitorë. Vinë nga operatorë ndryshëm turistik që i sjellin nga rajoni. Teleferiku është... Do t'ju kisha sugjeruar që t'angazhoni në rast se zgjidheni edhe një mandat në krye të Prizrenit, që të ketë Ciceron komuna Prizrenit. Patjetër. Aty dashta më dal,
për teleferikun jemi në fazën e marrjes së lejes nga drejtoria e urbanizmit. Kurse pjesa tjetër, spari duhet me konstatu që rritja e numrit turistëve është bë për shkak se qyteti i Prizrenit është atraktiv me shumë vlera të trashëguara kulturore, historike, tradicionale. Mirë po një pjesë e meritave i takon edhe qeverisjes lokale për shkak se kemi bërë investime të cilat Shikojmë turistë. po Nga gjithë bota. kemi Vera rip kampat. Oh, në spojtum. Sind willkommen. Alles gut. Në Gjermania. edhe projektet që kemi realizuar, rikonstruktimi i Shëndërvanit, trotuarët, gjelbrimi, edhe lehtësimi i lëvizjes brenda qytetit në për disa nyje ku kemi pas fluks të madh edhe ngecje në komunikacion, definitivisht e ka bë Prizrenin më atraktiv. Mirë po, me rritjen e numrit të turistëve, është rrit edhe nevoja dhe kërkesa për kapacitete hoteliere, edhe për parkingje. Parkingjet i përmendëm, tash kapacitetet hoteliere janë ato të cilat i mungojnë Prizrenit, nuk kemi kvantitet apo ofertë në sasi. Përmes sistemit Airbnb është bën një zgjidhje, është bën një lehtësim, mirë po sidomos verës, kur vjen edhe diaspora, edhe kur kemi një fluks më të madh turistëve për shkak të aktiviteteve kulturore, neve na duhet mendojmë që të investojmë apo të bëjmë zgjidhje të mundsojmë që investitorët, qofshin ata privat apo me partneritet publiko-privat, të ndërtojmë objekte hoteliere me kapacitete më të mëdha. Kështu kemi pas pengesa sepse komuna, duke u bazuar në legjislacionin aktual, nuk ka të drejtë të jep tokën për ndërtim bizneseve private, por unë po besoj se me ardhjen në pushtetin e qeverie me një mendësi tjetër, ma bashkëpunuese, edhe ma fleksibile, edhe orientuar ka zhvillimi ekonomik, ne do të arrijmë të bëjmë një zgjidhje. Po ashtu, përsa i përket turizmit, do të më theksu se kontributin që kemi dhënë përmes financimit, përmes subvencioneve të disa festivaleve, ka ndiku edhe në promovim të jetës kulturore, po edhe në aspektin e rritjes turizmit ka qenë një kontribut e që në efekt anësor, po shumë të rëndësishëm, e ka edhe kontributin për zhvillim të ekonomisë, sepse gjitha ata turistë e kanë një shpenzim që e bojnë në Prizren, po unë e konsideroj që ajo ekipe qeverisjes lokale që ka arrit që të bjen deri në këtë nivel numrin e turistëve dhe zhvillimin, do të dinë se si ma tutje me zhvillu edhe si ma tutje me kontribu që turizmi të rritet, të zhvillohet, edhe të jetë ma kvalitativ. Është një element i rëndësishëm që ju e përmendët çështja e ciceronëve turistik. Ne kemi pasë vinë shumë grupe turistike, kanë ciceron, të cilët ciceron ne nuk i njohim edhe nuk e dim se çka ju tregojnë turistëve për qytetin e Prizrenit. Prandaj përmes drejtorisë për zhvillim ekonomik kemi plan për të kontrolluar këtë çështje, për të trajnuar disa ciceron, për të bënë një listë të ciceronëve, edhe mos me leju ciceron të pa autorizuar të flasin për Prizrenin, sepse ne nuk e dim se ata çka flasin edhe si e promovojnë Prizrenin, nuk e përjashtojmë mundësinë që edhe mund t'japin dezinformata, po do të mirëmi me këtë çështje për të rregulluar. Ja shikoni këto baraka për shembull, janë realizuar përmes drejtorisë së turizmit dhe zhvillimit ekonomik. Edhe kjo është një kontribut, sepse këtu kemi suvenire, kemi gjana të cilat zakonisht janë për konsum të turistave. Ka edhe artizanate. Edhe artizanale. Dhurat përfitore në ushtë. Shumë faleminderit. Sonte kam luajtur Kosova me Sloveni. Dhurat përfitore në ushtë. Shumë faleminderit. Kryetari akoma është kryetar. Faleminderit. Kryetar kultura. Ja, pro kjo ishte një argument se qeverisja lokale ka arrit me kthy besimin e qytetarëve. Edhe kur qytetarët i besojnë në qeverisje lokale, puna bëhet më e lehtë. Pse se ndjeni mirë. Definitivisht po, kur e di që unë jam një nga ata aktorë të asaj qeverisje lokale, që bashkë me ekipin tim e kemi dhënë një kontribut i cili po duket se ka dhënë rezultate. Kryetar kultura, është rritur ndjeshëm mbështetja përmes subvencioneve. Por një gjë që më shqetëson mua si gazetar, nuk po bën transparente shumë. Kur ato po jepen. Çfarë do bëni për kulturën, përgjithësi dhe për këtë që ju pyet? Përsa i përket transparencës, pa dash me kontestu ato që thatë. Me qenë se komuna është pallur edhe si interkomunat më transparente.
ka qenë në vitin 2021 për ka transparencë diku vendin e 15-16. E tash, mas 2-3 vite qeverisje, jemi komuna ma transparente në Kosovë, në mesin e 3-4 komunave me pikë njëjta. Mirë, po kjo nuk do më thonë që çdo gjë është në rregull, sepse mund të ketë ndonjë nevojë apo ndonjë rast që ne t'i japim qasje kujdo që ka nevojë në dokumente zyrtare për të pa se çka po ndodh. Shikoni, pa marrë parasysh që kjo qeverisje lokale ka funksionuar mirë. Unë nuk e parashtoj mundësinë që në një nishim ka mund të mendohet. Sepse jo çdo gjë mund të kontrollohet edhe jo çdo gjë është perfekte. Po gjithsesi e rikonfirmoj përkushtimin tim që të mirëmi me këto gjëra, e kemi identifikuar një dobësi, të mirëmi edhe të rregullojmë ato në mënyrë që në tarmen kushdo që ka nevojë për informacionet t'i ketë në dispozicion, sepse kjo e rrit besueshmërinë. Edhe besueshmëria rritën, pastaj neve na lehtëson punën për në tarmen, edhe kontributi për kulturë është substancial, sepse ju e dini se ne i financojmë disa festivale të mëdha. Po ja filloj kështu kalendarikisht, i pari është festivali Hase i Han, që promovon këngë valle tradicionale, po pastaj vjen festivali për fëmijë, flutra, pastaj kemi Ngom Fest, pastaj kemi Bunar Fest, e kemi festivalin e rock muzikës që kemi themelu pasi që kemi ardhur në pushtet, i cili këtë vit sidomos ka qenë shumë i suksesshëm. Festivalin e teatrave me skenat hapura, që është bërë shumë i popularizuar. Pastaj kemi Dokufestin, një festival i cili mund thuhet se është krenaria e qytetit dhe e promovon jo veç Prizrenin, e promovon krejt Kosovën. Për vitin e ardhshëm ne kemi në plan për hapjen edhe Zambakun, definitivisht. Po pak më herët të mbahet. Si vetë kemi pas pak vonesa me alokim të subvencioneve për shkaqe të natyrës tjetër, po definitivisht kemi arritur me mbajt Zambakun, edhe ja vlen me theksu edhe shoqërinë kulturartistike Agimi, edhe shoqërinë kulturartistike të komuniteteve që japin një kontribut. Po nga shtatori deri në nëntor e kemi një periudhë e cila nuk ka shumë aktivitete. Prandaj e kemi vendosur që nga viti i ardhshëm të themelojmë një festival jazz të Prizrenit, i cili do të mbahet në fund të tetorit, fillim nëntorit, sepse jazz muzika e ka një audiencë, e ka një publik, edhe si aktivitet kulturor e plotëson vakumin 3 mujor, shtator, tetor, nëntor. Për shkak që në 10 orë pastaj ka aktivitete, është dimri kulturor, është koncerti i vitit të ri, e kështu me radhë. Domethënë ngritja e nivelit edhe të kualitetit të jetës kulturore, edhe shtrimja e festivaleve për gjatë ton vitit. Domethënë mos me pas një koncentrim veç për 3 muaj, po kur t'ja fillon prej janarit deri në dhjetor, le të themi të paktën çdo muaj ose çdo 2 muaj me pas një festival i cili mbahet. Po arsyeja pse këto festivale mbahen korrekt kusht është faktikisht koha e mirë edhe numri i madh i vizitorëve. Edhe kjo ka pas impakt edhe në ekonominë e qytetit. Domethënë është një punë e cila ka efekte multidisiplinore dhe shumë dimensionale. Biblioteka, a do të kryhet në rast se e fitoni mandatin e dytë? Unë po them kur të fitoj. Me prioritare, për që ndodhëm edhe afër bibliotekës ndërkomunale këtu, Prizreni ka nevojë për një bibliotekë ashtu si duket, po edhe të bëhet, pas që është në Prizren ka qenë biblioteka e parë në vendin tonë. Kjo është e padiskutueshme dhe nuk ka nevojë me argumentu pse duhet me bëj ajo. Pasi veç jemi këtu, ne po duam me ripërkujtu, domethënë punën që e kemi bërë shumë të mirë me themelimin e Kondit Amerikan. Shikoni gjithë kjo hapësinë, është dhënë Kondit Amerikan shfrytëzim. Kjo ka rëndësi të shumëfisht. Në një anë ka rëndësi sepse të rinjt përmes Kondit Amerikan marrin pjesë në projekte të shumta që ndikon në vetëdijsimin e tyre për shumë dukuni, për shumë gjëra, për leadership, për lajme, për teknologji informative, për projekte të ndryshme që krijojnë aspekt social të bashkëjetesës, të bashkëpunimit, edhe tjetra, që është pashtu shumë e rëndësishme, një simbolik e prezencës e Amerikës në Prizren është tregues i jashtëzakonshëm, sepse përkundër faktit që qeveria ka një sjellje shumë të pakujdesshme ndaj bashkëpunimit me Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë e konsideroj që prezenca e tyre në qendrat e Prizrenit jep mesazh që shkon përtej projekteve, përtej kulturës, përtej teknologjisë informative, jep mesazh edhe politik, po edhe falemnderues edhe mirënjohës
ndaj asaj se çka kanë bën Shtetet e Bashkuara për Amerikës për ne edhe çka vazhdojmë të bëjmë. Edhe biblioteka për momentin është këtu, mirë po ne kemi fillu punën për me kompletu ndërtesën e bibliotekës, po për shkak të mungesës së mjeteve buxhetore kanë ngel punimet. Pse nuk kemi mjete buxhetore? Përmes përmbaruesit në 4 vite mandat, qeveria na i ka marrë në emër të kontratës kolektive 22-3 milion. Një komunë që i ka 90 milion euro investime kapitale gjatë mandatit më të morë 22-3 milion është përmi 20%. Edhe është një çrregullim i planifikimit buxhetor dhe një zvoglim i dukshëm i buxhetit. Megjithatë, presim edhe besojmë që një qeveri e ardhshme do të jetë më bashkëpunuese, më fleksibile, edhe të paktën nëse nuk na animojnë, nuk do të na pengojnë. Sporti, kultura, sportin e keni në shpirt. Sporti ti vetë ke qenë antar i grupit kur kemi punu, edhe ja kemi dalë bashkarisht që Prizrenin të bëjmë qytet evropian i sportit, ku 2 komponente themelore janë gjithë përfshirja, masiviteti dhe sporti si preventiv për shëndet të mirë. Natyrisht asnjëherë nuk i përjashtojmë rezultatet kulminante. Bashkimin e kemi shumë mirë, ka dhe shumë talent tjerë, shumë klube tjera. Ajo që unë mendoj që duhet mi kushtu kujdes më të madh për aq sa do të mundemi, është ikona e qytetit, klubi futbollistik Liria. Ne arritëm me kthym Super League, po pastaj nuk arritëm me mbajt aty. Në aspektin sportiv. Në aspektin sportiv gjithsesi. Edhe konsideroj që për aq sa komuna ka kompetenca, sepse tashmë klubi futbollistik është i privatizuar, ne do të mundohemi aty ku unë jam kyç vetë direkt të KB Bashkimi, kemi rezultate më të mira, sepse atë komunitet e njoh më mirë, sepse qytetarët e dinë se kam qenë vetë kryetari i klubit edhe nën kryetari i federatës, edhe për atë arsye edhe ka pas rezultate. Qendrën sportive komplete kemi renovuar. Disa salla të sportit i kemi ndërtuar, disa terene sportive i kemi ndërtuar. Një stadium të futbollit në Gjonaj, në bashkëpunim me Federatën e futbollit e kemi ndërtuar. Stadiumi në Zhurë na ka mbet, po do të përfundon. Në kompleksin e qendrës sportive, terrenet e tenisit në bashkëpunim me Federatën e tenisit janë në përfundim në sipër. Terrenet e basketbollit, 3 terrenet e basketbollit me një sallë, marrëveshja është nënshkruar me Federatën e basketbollit, edhe besoj që, jo besoj, po jam i sigurt që në fillim vitit tashëm do të fillon ndërtimi. Ato terene dedikohen shkollave të basketbollit në Prizren, e do të jetë një kontribut i komunës edhe i federatës, por një mundësi për ato klubet të basketbollit. Duhet me ja përkujtu qytetarëve tonë se lojtarë të cilët kanë marrë pjesë në kampionatin evropian, edhe ka luajtur për Turqinë, Erxhan Osmani e ka filluar karrierën në Prizren. Domethënë Vudat Muriqi për shembull ka filluar karrierën në Prizren. Jemi një qytet që dojmë sportin, kemi talent, edhe është detyre jona për atë sa mundemi me dhënë kontributin tonë. Është fundi fushatës. A mendoni se gjithë ato që i keni paramenduar, i keni planifikuar në strategjinë tuaj të shpalosni qytetarëve, ja keni thënë. Besoj që ka ngelur edhe diçka po ju thënë. Po deri më tani fushata që një muaj që kemi filluar kështu zyrtarisht, po edhe një kohë pak jo zyrtarisht, absolut pothuajse të gjitha gjërat e kemi thonë, mirë po diçka duhet me ritheksu dhe mendoj që është e rëndësishme kjo. Unë e konsideroj që fushata më e mirë është performanca. Edhe punët e mira që në bo, pastaj vlerat tona, korektësia, sinqeriteti, transparenca, mirëkuptimi, fleksibiliteti, toleranca, janë vlerat që ne i zbatojmë punë. Puna ekipore edhe planet konkrete dhe kredibiliteti ynë janë argumentet mjaftueshme që na mos më pas nevojë shumë më marr me kundër kandidat tjerë, me kritiku ata ose me hinë analizë të punëve tyre, sepse konsideroj që pjesa jonë, vlerat tona, performanca jonë, programi ynë, kredibiliteti ynë do të mjafton që ne të dalim suksesshëm. Edhe ajo që është po ashtu e rëndësishme është se kjo garë zhvillohet për Prizrenin edhe duhet zhvillohet nga qytetarët e Prizrenit. Domethënë, na kemi pa një fushat ku në fushat të PDK-s membri ka qenë 2 herë, edhe Vlora që taku 1 herë në tubin me gra. Kurse kemi pa të parti tjera... Kemi pasur një mysafir special, babajin e Gjakës, Po, ajo është aktivisti i PDK-s, edhe është kryetari partisë i PDK-s për Zvicër,
po e kemi pa një fushat të partive tjera, pa dash më keq kuptu, Ja, ku shumica e pjesëmarrësve, shumica e folësve nuk janë prezente. Vinë nga komuna tjera, janë zyrtarë në altë partisë, janë deputet, janë ministra, edhe ata flasin për prezenin, kurse prezenin nuk e njeh ma mirë se qytetarët e prezenit askush. Prandaj ne jemi bazu në kualitetet e ekipit tonë, të listës kandidatëve, edhe ajo listë e kandidatëve ka 3 komponente themelore. Ka pjesëmarrës apo garus që kanë qenë ushtarë të UÇK-s. Ka njerëz që kanë dhënë kontribut që nga themelimi i PDK-s. Ka një gjenerat mesme të profesionistave që kanë qenë bartës të qeverisjes lokale, edhe kemi një gjenerat të re të talentave, për tham, të shkollum, të cilët janë një prumje e re që është në hap me kërkesat e kohës, sepse ambienti edhe koha ndryshon, edhe ne me profile të reja duhet t'i plotësojmë ato nevoja që para neve i parashton koha. Prandaj konsideroj që këto janë ato pikat poshtë më të rëndësishme. Gjithmonë ka shka të thuhet, mirë po esenca mendoj që është kjo. Një hap për të qenë me kohën janë edhe të rinjt që merren me startupe, cilët i keni mbështetur, dhe për fund doja të flisni për këtë që sapo përbendem dhe në ratë se do të keni mandatin e dytë në krye të qeverisë me Prizrenin, a do të bëhet zona ekonomike? Është një nevojë shumë e madhe. Zona ekonomike është e përfunduar, nuk do të jetë zonë ekonomike licencume, po është një zgjidhje tjetër në aspektin juridik. Asambleja komunale ka votu, Ministria e ka konfirmuar ligjshmërinë, ato parcela do të jepen në shfrytëzim bizneseve me një pagesë simbolike. Ne kemi pas një ndalesë nga qeveria që 6 muaj para zgjedhjeve mos të kemi drejt me dhënë shfrytëzim, posa të përfundojnë zgjedhjet, në supozimin edhe besimin se unë do të jem prapë kryetar, ne më njëherë vazhdojmë se kemi pas bisedime konkrete me biznese, kryesisht prodhues, edhe do të finalizojmë ata, edhe do të jetë një mundësi për investitorët, qofshin të jashtëm apo të mençëm, që të vinë edhe të japin kontributin e vet për zhvillimin ekonomik të Prizrenit. Zë të të për fund një mesazh drejtuar qytetarëve për zgjedhjet e 12 tetorit dhe pse duhet t'ua japin ribesimin në këto zgjedhje. Qytetarët s'pari ftoj sonte që të jenë në tubimin për mbyllës, kurse pse të ma japin besimin ka shumë argumente. Pse të mos ma japin është shumë vështirë me gjetë edhe një argument. Prandaj argumenti kryesor është performanca e mirë gjatë 4 viteve, besueshmëria edhe lista e kandidatëve për asamblenë komunale që është listë premtuese, edhe zhvillimi apo vazhdimi, kontinuiteti në qeverisje të mirë edhe për 4 vite tashme mendoj që është e logjikshme dhe natyrshme të pritet. Kryetar, faleminderit shumë, suksese. Të falenderoj për bashkëpunimin e të mrekullueshëm që kemi pasur deri tani. Mund do që të vazhdojmë bashkëpunimin dhe nuk dihet çfarë do ndodh. Nuk po prejudikojmë, por gjithsesi keni qenë shumë transparent me ne dhe urojmë që kurdo që e mbaroni mandatin, edhe pas teje kush të vije, tjetë në nivelin tuaj. Po kjo punë e jone e sukses në është batu ju falenderu mentalitetit punës ekipore. Në këtë punë ekipore bojnë pjesë edhe media, edhe shoqënia civile, edhe klubet sportive, edhe komunitetet, edhe të gjitha aspektet, të gjitha segmentet e jetës publike, sepse vetëm si qeverisje lokale, pa bashkëpunim me të gjithë, nuk mund të arrihen rezultate. Prandaj jam falenderues edhe mirë jashtë ndaj të gjithëve që i kanë dhënë kontributin. Dhe unë ju falenderoj. Faleminderit, kryetar. Suksese.